Jemi sërish në studio dashur miq për të vazhduar tani me bisedën për këtu në studio. Instituti Infinit së bashku me komunën e Fushë Kosovës organizojnë projektin Promovimi i trashëgimisë kulturore në komunën e Fushë Kosovës. Objektivi kryesor është përfitimi i njohurive për trashëgiminë kulturore dhe po ashtu promovimin e saj. Dhe për diskutuar më shumë lidhur me projektin, kemi të ftuar Bashkim Islamin, drejtues i Institutit Akademisë Infinit Kosova. Kështu që ftojmë në studio. Mirë se vjen. Mirë se vjen. Mirëmëngjesi, përshëndetje, mirë se ardhët. Kënaqësi që ju kemi. Faleminderit gjithashtu, përshëndetje edhe për ju. Faleminderit për ftesën. Asnjëherë nuk hezitoj të vi sepse siç dihet mediat e luajnë një rol të rëndësishëm në informimin e publikut të gjerë. Patjetër, edhe për ne është kënaqësi që t'ju kemi këtu, fillimisht si keni qenë këto kohë, si ja keni filluar ditën. Mirë, mjaft i angazhuar për mbledhjet e aktiviteteve gjithë vitit, pastaj edhe disa projekte në Kosovë, një projekt me Bashkimin Evropian, i cili pritet filloj në janar të këtij viti dhe zgjat për 2 vite me radhë. Tani e kemi projektin për të cilin na ka subvencionuar Komuna e Fushë Kosovës për të rinjtë e Fushë Kosovës, sepse shpeshherë ngatrohet dhe aplikuesit është një defekt dhe shumica prej nesh që nuk him ta lexojmë shpalljen në tërësi, që ta kuptojmë, pastaj ne i seleksionojmë me keqardhje, ju them se ata që nuk janë target grupi duhet t'i eliminojmë sepse nuk ka mundësi ndryshe. Për t'i sqaruar, cili është target grupi? Janë të rinjt? Target grupi është prej moshës 18 vjeçare deri në 24, të rinjt kryesisht, por nuk anashkalohen edhe mosha 15 deri në 18, normalisht me miratimin e prindërve. Po çka na sjell ky projekt? Promovimi i trashëgimisë kulturore në qytetin e Fushë Kosovës, një qytet shumë i ndërtuar, edhe një fakt për cilin njihet ndoshta në vend, por që çka na sjell nga ana historike në këtë rast? Po, pikërisht nga kjo anë do të flasim, sepse nuk është për shkak të ndërtimit të qytetit, po është për shkak të monumenteve kulturore të cilat i posedon Fushë Kosova me rrethinë. Dhe ky është normalisht një trajnim bazik i njohurive të trive për monumentet historike, kulturore që ka. Sepse luan një rol të rëndësishëm trashëgimia kulturore, pasi që ne mund ta dimë se si është bërë jetesa e mëhershme në bazë të monumenteve dhe Ciceronit, i cili do të na ligjeron se si janë këto monumente, çfarë trashëgimi e kanë, por njëkohësisht ndikon edhe në zhvillimin e trashëgimisë kulturore, që rrjedhimisht ndikon edhe në zhvillim ekonomik. Sepse po të zhvillohet rajonet ku ka monumente historike, kulturore, atëherë direkt mund bëhet edhe një zhvillim ekonomik përmes gastronomisë, normalisht që ndikon edhe në punësimin e trive, edhe prandaj ne të gjithë e kemi obligim ta promovojmë jo vetëm në aspektin shpirtëror, identitar, por edhe të ndikojmë në zhvillimin kulturor, edhe rrjedhimisht kjo ndikon edhe në zhvillimin ekonomik. Unë kam tash kemi depërtuar edhe në Shqipëri, edhe me bashkëpunëtorë, edhe me trajnime, dhe është një ndjenje mirë kur sheh një qift nga Anglia, vjen e bën një video dhe shkon në Angli e promovon kulturën e shtetit shqiptar, apo jo? Kjo është normalisht një ndjenjë shumë e mirë, po ashtu edhe një ndihmë shumë e madhe që mund t'i japin, sepse në këtë botë rrjetet sociale që jetojmë, ajo video mund të prezantohet para tjerëve, po mund të prezantohet në rrjetet sociale, kështu që i vin një lloj ndihme. Çfarë monumente ose çfarë gjëra për të vizituar ka Fushë Kosova, se unë për vete nuk e di, edhe po habitem që ka të tilla. Ndëgjoni, shpeshherë ngatrohen disa telefonata derisa t'ja sqarojmë, sepse Instituti Akademia Infinit Kosova
qëllim kryesor është të kontribuojë në përmirësimin e mjedisit publik, angazhim qytetar, për të krijuar mundësi për të rinj dhe gratë, normalisht përmes projekteve dhe trajnimeve të ndryshme. Dhe ata mendojnë se ne jemi ekspert të asaj fushë, ne mundohemi të ndikojmë, të japim një uhuri bazike që mos të harrohen dhe marrim iniciativa të ndryshme. Normalisht një ide që e kemi qitet në letër dhe krijohet një program projekt për të aplikuar apo për të shpallur në trajnim të tillë. Dhe Fushë Kosova njihet me 4 monumente kulturore historike, në radhë të parë unë i kam edhe shënimet. Patjetër, mund na i tregoni se mund t'i shikoni. Është kalaja e Halilaqit në fshatin Halilaq, është nekropoli mesjetar në Grabos të Olët, është lokaliteti neolitik në fshatin Nakarad, dhe tash së fundi normalisht Muzeu i Trashëgimisë të Hekurullës. Domethënë këto janë 4 monumente kulturore. Po, a janë mjaftueshëm të promovuara këto vende që kanë njerëz që ndoshta nuk i dinë që ekzistojnë, sepse është realitet që nuk i din, prandaj edhe kemi shpallur trajnim të informojmë të rinj ta dinë trashëgiminë kulturore edhe identare. Ne kemi planifikuar ta bëjmë një trajnimin teorik së pari, të informojmë ata rreth trashëgimive kulturore, historike, rëndësinë e tyre, rolin që kanë në zhvillimin kulturor dhe historik të tyre. Edhe pastaj t'i vizitojmë ato. T'i vizitojmë, do të bëhen vizita, ku do t'jetë edhe Ciceroni, i cili do t'ju shpjegoj në mënyrë të detale për secilin, veç e veç. Dhe deri më tash ndoshta sa keni mujt me i vrejt interesimin e trive për me ditë më shumë për këto monumente. Janë kryesisht banorë të Fushë Kosovës apo mund të jenë edhe qyteteve të tjera që thjesht duan dinë për historinë? Po, ka interesim, prandaj e thash edhe më herët, sepse ka aplikues edhe të zonave të ndryshme të tjera. Po e thëmë pa modesti, sepse ne mundohemi t'u gjindemi afër, sepse bëjmë promovimin edhe trajnimin përmes edukimit jo formal, me metoda bashkohore dhe falë punës dhe angazhimit tonë dhe gjithë stafit, pavarësisht që nuk janë këtu, din dhe ka një besim që sa herë shpallim trajnime, e shpallim një trajnim adekuat i cili ju përshtatet nevojat të trive dhe tregut punës. Edhe ka interesim, por fatkeqësisht kësaj radhe po e them, që nuk kanë mundësi të rajoneve tjera, sepse është i subvencionuar nga komuna e Fushë Kosovës, vetëm për të rinjtë e Fushë Kosovës. Vetëm për të rinjtë, pra vetëm për të kësaj zone këtu. Por haptas mund ta them sepse një lokalitet si Fushë Kosova normalisht që kanë ardhur shumë nga rajonet e tjera, pavarësisht që me origjinë të një vendi tjetër, ata janë banorë të Fushë Kosovës dhe mund të aplikojnë normalisht, ta dëshmojnë që punojnë dhe veprojnë këtu apo shkollohen këtu dhe mund të marrin pjesë. Mund të marrin pjesë. Cilat janë kriteret edhe sa të rinj gjithsej do përfitojnë nga ky trajnim? Sepse ne shpallim trajnime një ditore dhe më të gjata. Kur ne nga Akademia Infinit Kosova shpallim trajnime nga vetë institucioni, normalisht që mund të marrim pjesë edhe me shumë, sepse ka të bëjmë me një participim i cili mbulon shpenzimet administrative dhe të ligjiruesve, por me që kjo është projekt dhe financohemi nga donatori, atëherë është një numër i kufizuar, i cili ka qenë 30 në bazë të planit buxhetor që e kemi kriju ne, mirë po nuk është përkra aq sa kemi kërkuar, është një shumë më e vogël, po me që ne mundohemi, kemi qëllim kryesor të krijojmë diçka për të rinjt dhe të avancohem përmes këtyre metodave, atëherë nuk kemi menduar ta zvoglojmë atë numër, do ta mbajmë aq. Edhe pse normalisht që është
në kundërshtim me buxhetin dhe gjitha, po do t'i ftojmë Në të këtë rast gjitha do ata. përfshihet edhe instituti për ta mbajtur atë numrin që është Po, premtuar në pa fillim. tjetër që nuk do ta zvoglojmë asnjë, pavarësisht se nuk është përkrahur në bazë të asaj që kemi kërkuar. Për fundta, do t'ja ndryshoj pak imazhin Fushë Kosovës, jo vetëm ky trajnim, po në përgjithësi kjo përpjekja për t'i nxjerrë në pa edhe në publik sa më tepër këto, se them që Fushë Kosova njihet si një vend, le të themi, që është ndërtuar së fundmi, por që ka ndërtime që ndoshta nuk i plotësojnë edhe standardet. Po këtu rol të rëndësishëm kanë institucionet, institutet e trashëgimisë kulturore, ka Ministria e Kulturës, organizatat e ndryshme për trashëgimi kulturore, të cilat përmes të fushatave vedisuese, përmes trajnimeve të ndryshme, organizimeve të ndryshme, guidave turistike, mund t'i vedisojmë sado pak të rinë, po pse jo edhe qytetarët, se përmes atyne trive ne kemi paramenduar përveç guides turistike të bëjmë edhe flet palosje të ndryshme me fotografi të qarta dhe një përshkrim të shkurtër që ju tregon dhe ju vedison për trashëgimit kulturore. Është mungesë e infrastrukturës, është mungesë e vedisimit të trive dhe qytetarëve në përgjithësi, dhe kjo shpresojmë që do të ndikoj pozitivisht sado pak. Po nuk mundemi të vetëm. Normalisht, thash edhe më herët, se asnjëherë nuk hezitoj të vi, sepse duhet jemi në bashkëpunim të gjithë. Të gjithë. Nuk duhet të hezitojmë. Ne dihet, çdo njëri që ka një vend punës që duhet të paguhet për mundin që e bëm, po nganjëherë duhet dalim edhe jashtë asaj, sepse është në dobi të shoqërisë në tërësi. Po pra, të dalim jashtë asaj zonët të komfortit edhe në këtë rast është në të mirën e gjithë shoqërisë. Ne shpresojmë që gjithçka të shkojë mirë sa i përket këtij projekti, por edhe në përgjithësi gjithë misionit të institutit. Faleminderit shumë që ishit me ne. Faleminderit për juve, kënaqësi edhe për mua. Faleminderit. Mirë se ardhën gjithmonë. Patjetër, faleminderit shumë. E kam thënë edhe herën e kaluar kur kemi pas intervistën e artit furit bukur, është kënaqësi ta dëgjoj zonat e ëmbël sikur t'ju për shembull. Faleminderit shumë, me respekte, faleminderit shumë. Mirë, kështu me komplimente po e përfundojmë këtë intervistë, do të shkëputemi për pak me një material e kthehemi